Përshëndetje. Mirë se erdhe përsëri në kanalin Rritu Financiarisht. Më vjen shumë mirë që je këtu, sepse fakti që po e dëgjon këtë video do të thotë që je duke investuar kohë tek vetja jote. Dhe kjo është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bësh. Si gjithmonë dua të filloj me një kujtesë të vogël dhe shumë të rëndësishme: mos merr vendime për investime vetëm duke dëgjuar dikë në internet, përfshirë edhe mua. Merr informacion, verifiko vetë, kontrollo burime të ndryshme dhe nëse është e mundur, këshillohu me një ekspert financiar të licencuar. Sepse çdo vendim financiar është personal dhe përgjegjësia është gjithmonë individuale. Poshtë videos do të gjesh një link ku mund të shikosh se ku investoj unë vetë, por kjo është vetëm për transparencë dhe jo një rekomandim. Sot do të flasim për diçka shumë të rëndësishme për çdo që dëshiron të investojë me qetësi dhe pa stres, si të ndërtosh portofolin tënd të investimeve. Nuk ka rëndësi nëse je në Shqipëri, Kosovë apo jashtë vendit. Parimet janë të njëjta. Ajo që ndryshon është vetëm platforma që përdor. Por mënyra si ndërton portofolin, ajo është e njëjtë për të gjithë. Dhe unë dua t'i shpjegoj të gjitha me fjalë të thjeshta, ashtu siç i shpjegoj dikujt që e kam përballë në një kafe. E para gjë që duhet të kuptosh është se portofoli yt I investimeve është si një kopsht. Po, një kopsht I vërtet. Aty ke disa lule që rriten shpejt, disa që rriten ngadalë, disa që duan më shumë kujdes dhe disa që rriten vetë pa shumë përpjekje. Për ta bërë kopshtin tënd të bukur, ti nuk mbjell vetëm një lule. Sepse nëse ajo lulja thahet, mbaroj. Po ashtu ndodh me investimet. Nëse fut të gjitha parat në një vend, rreziku është I madh. Ndaj portofoli nuk është asgjë tjetër veç se një mënyrë për të shpërndarë rrezikun. Dhe këtu fillon gjithmonë me një pyetje të thjeshtë: çfarë qëllimi ke? A do të investosh për afat të gjatë? Për pension? Për një shtëpi në të ardhmen? Për fëmijët? Apo thjesht që të krijosh një siguri më të madhe? Pse ta bësh këtë pyetje? Sepse portofoli yt duhet t'i shërbejë qëllimit tënd. Nuk ka një portofol perfekt për të gjithë. Ka portofol perfekt për ty. Le të themi që je një person që do të investojë afatgjatë. Jo për një vit, jo për 3, por për 10, 15 apo 20 vjet. Në këtë rast, bazohemi te gjërat e thjeshta dhe të sigurta. Fondet indeks. Investimet që rriten me kohë dhe që kanë funksionuar për dekada të tëra. Asgjë e komplikuar. Asgjë e rrezikshme. Asgjë që të premton fitime të shpejta. Vetëm stabilitet dhe rritje të qetë. Shumë shqiptarë mendojnë se portofoli duhet të ketë shumë gjëra, shumë aksione, shumë kompani, shumë eksperimente. Por e vërteta është krejt e kundërta. Sa më I thjesht të jetë portofoli yt, aq më mirë. Sepse e kupton më lehtë, e menaxhon më lehtë dhe nuk stresohet mendja. Le të marrim një shembull shumë të thjeshtë që mund ta bëjë çdo kush. Imagjino se do të investosh 100 euro në muaj. Si mund t'i shpërndash në mënyrë të mençur? Një mënyrë shumë e thjeshtë është kjo: pjesa më e madhe e portofolit, për shembull 70%, të jetë në një fond indeks shumë të sigurt si SP500. Pse? Sepse është një nga investimet më të qëndrueshme në botë. Janë kompanitë më të mëdha dhe më të forta. Pastaj 20% mund t'i vendosësh në një fond tjetër indeks më të gjerë, si Total Market ose një fond që ndjek tregun global. Dhe 10% e fundit mund ta lësh në cash ose në ndonjë investim shumë të qetë, si bonot shtetërore ose një investim me rrezik të ulët. Dhe mbaroj. Ky është një portofol I plot, I qetë, I thjeshtë dhe shumë I fuqishëm afatgjatë. Dhe çfarë është më e bukura? Nuk të duhet të ndryshosh çdo muaj. Investon njësoj çdo muaj pa e vrarë mendjen. Por le të themi që je dikush që punon jashtë shtetit, ke të ardhura më stabile dhe do pak më shumë rrezik. Atëherë mund të rrisësh pak përqindjen që shkon te fondet e aksioneve, të ulësh pak obligacionet ose të shtosh një fond të vogël për teknologjinë. Por mos e tepro. Një portofol I mbushur plot me investime të vogla nuk të çon askund. Të mbush mendjen me zhurmë dhe nuk të jep asgjë mbrapa. Ajo që dua të kuptosh është kjo: portofoli perfekt është ai që të lë të flesh I qetë natën. Nëse një investim të streson,
atëherë ai nuk është për ty sepse investimi nuk duhet të jetë i lodhshëm. Nuk është nevoja të kontrollosh çdo ditë aplikacionin tënd. Nuk është nevoja të kuptosh çdo lëvizje të tregut. Mjafton të bësh një portofol të qetë, të investosh çdo muaj dhe të vazhdosh jetën tënde normalisht. Dhe tani dua të flas për një shembull shumë shqiptar. Ka shumë njerëz që nisin të investojnë dhe pastaj thonë, po, pse nuk po rritet shpejt? Investimi nuk është si të mbjellësh hudhra sot dhe t'i presësh pas 2 javësh. Investimi është si ulliri. Shembulli perfekt. E mbjell sot, kujdesesh disa herë dhe rezultatet vijnë me kohën. Por kur vijnë, vlen shumë. Në Shqipëri dhe Kosovë ka një mentalitet që thotë, po nuk u rrit shpejt, është e kohë. Por e kundërta është e vërtetë. Gjërat që rriten shpejt bien po aq shpejt. Gjërat që rriten ngadalë janë të qëndrueshme. Pikërisht kjo është arsyeja pse portofoli yt duhet të ketë investime me rritje të qetë, jo me luhatje të çmendura. Tani le të flasim për një gabim që e bëjnë shumë njerëz, ndryshojnë portofolin shumë shpesh. Sot hedhin lekët këtu, nesër andej, pastaj shesin, pastaj blejnë diçka tjetër. Dhe çfarë ndodh? Nuk fitojnë asgjë. Sepse portofoli ka nevojë për kohë që të rritet. Duhet t'i japësh kohë investimit të punojë. Nëse e ndërpret gjithë kohën, është si të hapësh vazhdimisht furrën kur po piqet buka. Nuk piqet kurrë. Një portofol i mirë është ai që ndërtohet një herë dhe mbahet i njëjti për shumë vite. E vetmja gjë që bën është rebalancimi. Dhe çfarë është rebalancimi? Është thjesht mënyra për të rikthyer përqindjet aty ku i ke vendosur. Për shembull, nëse aksionet janë rritur shumë dhe tani zën 80% të portofolit, ti i rikthen në 70%. Dhe mbaroj. Kjo është një herë në vit. Jo çdo ditë. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është kjo, mos e krahaso portofolin tënd me të tjerët. Disa njerëz investojnë 50 euro në muaj, disa 500, disa 2000. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka ritmi yt. Rëndësi ka që ti investon. Rëndësi ka që je duke punuar për të ardhmen tënde. Rëndësi ka që po ndërton diçka me vlerë. Shumë njerëz fillojnë me pak dhe e ndjejnë sikur nuk po bëjnë shumë. Por edhe 10 euro në muaj është investim. Dhe pas disa vitesh, ai investim i vogël bëhet shumë i madh. Sepse forca e investimit nuk është shuma që hedh, por koha që i jep. Përsëritja. Disiplina. Dua të kujtosh këtë fjali, një portofol i thjesht është armë shumë e fortë. Nuk ka nevojë të jesh ekspert. Nuk ka nevojë të kuptosh grafik. Nuk ka nevojë të dish çdo gjë. Mjafton të kuptosh parimet bazë. Mjafton të dish se investimi afatgjatë fiton gjithmonë ndaj stresit afatshkurtër. Dhe tani dua të flas edhe për ata që jetojnë në Europë ose jashtë vendit. Për ju ka më shumë mundësi. Mund të përdorni platforma të ndryshme si Trading 212, Interactive Brokers, eToro ose Freedom 24 që është e përdorur shumë në Europë. Por edhe këtu vlen e njëjta gjë, mos fut të gjitha paratë në një vend. Mbaj portofolin të thjeshtë. Mbaj rregull. Mbaj disiplinë. Ka disa shqiptarë që fillojnë të investojnë dhe pastaj e harrojnë krejt portofolin për 5 vjet. Dhe e di çfarë ndodh? Kur shikojnë bilancin, janë habitur. Sepse investimi rritet në heshtje. Pa zhurmë. Pa ankth. Pa njoftime. Vetëm rritje. Por dua të them edhe këtë, investimi nuk të bën milioner për një vit. Investimi nuk të zgjon nesër me një makinë të re. Investimi nuk është emocion i fortë. Investimi është qetësi. Është parashikim. Është planifikim. Është kulturë. Është mënyrë jetese. Dhe nëse arrin ta shohësh investimin si diçka të qetë, atëherë ke fituar gjysmën e betejës. Sepse shumë njerëz humbin pikërisht nga emocionet. Ti mos e bëj këtë gabim. Ndërto portofolin tënd, investo çdo muaj, mos e ndrysho shpesh dhe lëre kohën të bëj punën e vet. Dhe tani, nëse do një rregull të thjeshtë që funksionon për të gjithë, shpërndaje investimin në mënyrë të mençur. Një pjesë në fond indeks të qëndrueshëm, një pjesë më të vogël në diçka pak më të lartë në rrezik dhe një pjesë të vogël shumë të qetë. Kjo e ul rrezikun, rrit qetësinë dhe ndërton portofol të fortë.
Dua të them edhe këtë, mos ki frikë të fillosh me pak. Shumë njerëz presin derisa të kenë shumë para. Pastaj thonë do filloj. Por nuk ka rëndësi sa ke. Rëndësi ka që fillon. Edhe pak. Rritet. Sepse çdo euro që investon sot, pas 10 vitesh ka shumë më tepër vlerë se sa një euro që investon nesër. Koha është miku yt më i madh. Dhe tani, dua të mbyll këtë video me një mesazh shumë të thjeshtë. Portofoli yt nuk është thjesht një listë me investime. Ai është një pjesë e jetës tënde. Është një mjet që mund të të sjellë qetësi. Mund të të sjellë siguri. Mund të të sjellë liri. Dhe liria financiare nuk është luks. Është e drejtë që çdo njeri duhet ta ketë. Nëse kjo video të ndihmoi, mos harro të abonohesh në kanalin Rritu Financiarisht. Për ty është vetëm një buton, por për mua është një mbështetje shumë e madhe. Dhe nëse një dik që ka nevojë për këtë informacion, ndaje këtë video me të. Ndoshta mund të ndryshoj mendimet e tij për paratë. Ndoshta mund ta ndihmoj të filloj një rrugëtim të ri. Faleminderit që më dëgjove. Deri në videon tjetër. Rritu me dituri, rritu me disiplinë dhe rritu financiarisht.